Shqipëria po fiton gjithnjë më tepër vëmendjen e turistëve të huaj duke u shndruar në një nga destinacionet turistike më të kërkuara në Europë. Artikulli i Marie Flamine Lavergne i shpërndar edhe nga kryeministri Edi Rama evidenton rritjen e interesit ndërkombëtar për vendin dhe faktorët që po ndikojnë në këtë trend. Një prej treguesve më të dukshëm vjen nga tregu francez. Sipas artikullit, rezervimet nga Franca drejt Shqipërisë janë rritur me 288.2% krahasuar me një vit më parë. Ndërkohë, gjatë vitit 2025, vendi priti më shumë se 12 milion vizitorë ndërkombëtar, duke e kthyer turizmin në një nga sektorët kryesor të ekonomisë shqiptare. Një nga avantazhet që përmendet është kostoja, krahasuar me destinacione tradicionale të mesdheut si Greqia, Italia dhe Kroacia. Shqipëria vion të konsiderohet një alternativë më e përballueshme. Sipas një artikulli, një vakt në një restorant kushton ekonomikisht rreth 8 euro në Shqipëri, ndërsa në Kroaci rreth 12 euro, në Greqi 15 euro dhe në Itali 17 euro. Edhe akomodimi mbetet konkurrues me dhoma që në platformat e rezervimeve mund të gjende për rreth 100 euro për 2 net, por krahas çmimeve një rol të rëndësishëm po luan edhe aksesueshmëria, rritja e lidhjeve ajrore me Tiranën, veçanërisht përmes kompanive low cost, si dhe përmirësimi gradual i infrastrukturës, kanë lehtësuar udhëtimin drejt dhe brenda Shqipërisë. Në qendër të vëmendjes mbetet natyra, ujërat e kaltëra, malet, fshatra tradicional dhe riviera shqiptare janë kthyer në imazhe të fuqishme promovuese, veçanërisht në rrjetet sociale. Ksamili kushtohet një vëmendje veçantë për plazhet dhe ishujt e vegjël, por artikulli thekson se Shqipëria ofron shumë më tepër se turizëm bregdetar. Destinacionet malore, peizazhet rurale dhe trashëgimia kulturore po tërheqin gjithnjë më tepër vizitorë në kërkim të eksperiencave të ndryshme. Përballë kësaj rritjeje, sfida mbetet menaxhimi i qëndrueshëm i turizmit. Strategjia kombëtare e turizmit 2030 e zbatuar që nga viti 2024 synon rritjen e të ardhurave, përmirësimin e infrastrukturës turistike dhe mbrojtjen e mjedisit nga pasojat e mbipopullimit. Një rritje që tregon se Shqipëria tashmë nuk po shihet vetëm si një destinacion alternativ, por gjithnjë më tepër si një emër i konsoliduar në hartën turistike europiane.